Të rikthehemi edhe ndeshjes sot me cilin mendon që ishte Chelsea kësaj fitore dhe ndoshta futbollisti që e bëri dallimin tek kombëtarja e Kosovës tek kjo fitore e rëndësishme. Është tetë vështirë të rikthesh një ndeshje të tillë nga dezavantazhi 1-0 e pastaj 2-1. Sidomos Slovakia shënoi në momentin më të mirë të saj në minutën e fundit të pjesës së parë. Dhe të shkosh në pushim përsi 2-1, tetë është diçka e rëndësishme që të kthehesh kaq shpejt në lojë, sidomos në 2 golat në fillim të pjesës së dytë. Kthesa më e madhe ndodhi me golin e barazimit 2-2 kurse rënja e Slovakisë ishte me golin e Florent Muslijes. Vërtet e ndjenim të gjithë atë gol të Florentit sepse e ndjente edhe ai për shkak të lojës aq të bukur që bënte. Meritonte Florenti që gjatë kësaj kampanje të shpërblej me një super gol të tillë. Faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi me realizu këtë bashkëbisedim. Shpresojmë që të arrihet ajo që ne po e ndrojmë të martën brenda. Faleminderit dhe urime gjithë publikut Kosovës, nuk e di çfarë do të bëjmë deri të martën.